أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na krijoi dhe na udhëzoi. Dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na njoftoi çdo sen që na nevojitet në këtë jetë dhe çdo sen që do të ndodhë në ditën e gjykimit. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasim me temën shenjat e kiametit, paralajmërim dhe mësim për besimtarët. Treguam dersin e kaluar se ardhja dhe shfaqja e pejgamberit Allahut si dërguar i fundit vetëm se paralajmëron afrimin e kiametit. Afër kiameti është me ardhjen e pejgamberit Allahut, si tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku i barazoi di gishta gishtin tregues dhe gishtin e mesëm. Dhe tha pejgamberi Allahut se nuk ka ngel për të ndodhur kiameti vetëm se sa ka ngelen të perëndon dielli. Apo një transmetim se ndodhia e kiametit mes ardhjes pejgamberit Allahut, ummetit pejgamberit Allahut dhe ndodhisë së saj është sa mes ikindis dhe akshamit. Dhe treguam se Abdullah ibn Omeri na tregoi ku pejgamberi Allahut para 1400 viteve, kur shiqoi perëndimin e diellit para se të perëndohej, thot, ndodhia e kiametit ka ngel vetëm sa ka ngel të perëndon dielli. Megjithatë, vëllezër të ndershëm, ne dim për kiametin shumë sende që na kanë njoftuar pejgamberi Allahut. Dhe kjo është nga mirësitë madhore, madhështore që Allahu Azza wa Jall ne ka kalit imanin. Ka se si thot Aisha radiallahu anha, para të jetë që kanë zbritën në Mekke për ndodhin e kiametit. Për shkak se me pasrip halali dhe harami, njerëzit nuk e kishin braktis haramin dhe nuk ju kishin përmbajt halalit. Po thot kur u kalit imanin zemrët e besimtarëve, dhe kur e kuptuan se pas ka kiamet, pas ka ringjallje, pas ka llogari, pas ka ndëshkim, atëherë njerëzit faktikisht fillojnë të parapregaditen për ditën e llogarisë. Ai që nuk beson ditën e llogarisë, vëllezër të ndershëm, faktikisht edhe s'ka për çka të veprojë. Mirë po besimi në ditën e gjykimit, besimi ditën e llogarisë është një ndër elemente kyçe që pejgamberi Allahut për këtë arsye në shumë hadithe ka thonë, ku se beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e fol të mirën ose hesht, për shkak se ka llogari. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e nderon musafirin, për shkak se do të pyetësh për ta. Pra pejgamberi Allahut faktikisht na ka njoftu për ndodhit e ditës së kiametit. Megjithatë,
Na kanë njoftu çdo send që mund apo që ka nevojë njeriu të din, vetëm do din kohore, saktësisht, kur do të ndodhe nuk e din vetëm Allah. Ndërsa na ka njoftu pejgamberi Allahut se do të ndodhe ajo ditën e xumës. Dhe na ka njoftu pejgamberi Allahut se ndodh dita e gjykimit, gjithashtu ndodh në mëngjes të ditës së xumës. Siç kanë ardhur hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra atë shumë ka folë për ditën e gjykimit derisa tregova dhe në dersin e kaluar se autori i librit Ilisha pretendoi se e ka ditë dhe pejgamberi Allahut edhe datë ndodhjen e ditës së Kiametit. Kjo i bën që Imam Suyuti, Ibn Xheriri dhe shumë dietar të lumtojnë dhe të bëjnë disa matematika se sa ka ngelen për të ndodhur dita e gjykimit. Dhe thash se Imam Suyuti, anoj këtë mendimi se vitin 1463 faktikisht ndodh dita e Kiametit. Ne faktikisht jena në vitin 1446. Faktikisht Imam Suyuti të dhe 17 vetë. E dikujt i pren kom në veçanti e të fejume apo beqarve. Të të prunë e shkurt. Me gjitha thanë do thonë që në japmi ati gajret dhe të ngjajshme me tinëve se Ibn Xheriri ka thonë shumë më herët. Në vitin 500 të hijretit ka kalu dhe s'ka ndodhë. Pa datë ndodhje, kohë ndodhje, e ditës i Kiametit, të sakt nuk e din vetëm Allah. Dhe kemi treguam derse se pejgamberi Allahut sa është njoftu prej anës Allahut për ndodhit dhe në ditën e Kiametit për shumë sende. Derisa ka mendim dietarëve dhe unë anoj shumë të ki mendim se pejgamberi Allahut ka ditë çdo send që ka me ndodhë dhe në ditën e Kiametit, përveç se 5 qona nuk i ka ditë. Ho 5 nuk i ka ditën pejgamberi Allahut, as pejgamber s'ka pas që i ka ditë, e as melek që mund t'i din. Dhe këto Allahu Azza wa Jall i ka shfaqen Kurani Kerim dhe ka thonë, Inna Allahe indehu ilmu sa'a. Vetëm Allahu Azza wa Jall e din sakt kur ka me ndodhë Kiamet. Wa yunazzilu al-ghayth. Kur be shiu, nuk i ka ditë pejgamberi Allah. Pra ata që thotë kur dim të suhia era, kur dishin e rejtë pejgamberi Allah të veni vend se zik. Dhe na u që diqëm, ja Rasulullah, mrejna jashtë, pse po lëviz? Thotë, ne po presim me rahmet, ne po përgëzomu se thatësi e modhe, vape modhe, inshallah dhe një rahmet. Thotë pejgamberi Allahut, edhe populli Ahkafit thonë të kështu, mirë pa Allahu Azza wa Jall në vend se me zhrip rahmet, Allahu zhripi azab, zhripi gur. Tha unë ku pe di këto re me vete çka bartit. A e bajnë dëshkimin Allahut të rahmetin Allah? Këto re do çlojnë ujë apo do çlojnë gur? E kur fillon ke me piku, i ndriçonte dhe i buzëqeshte fytyra pejgamberit Allahut. Inna Allaha indahu ilmu sa'a. Allahu e din kur do Kiameti. Wa yunazzilu al-ghayth. Dhe Allahu është i vetmi që e din se kur ben breshën dhe kur ben shi, kur ben bor edhe çka ben. Wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham. I vetmi Allahu është ai që e din se çka bart gruaja femrën në embrionin e saj, në barkun e saj. Do shkenca ka marrëni, hoxha ka dal, se tash po di, çka po di. Shkenca sa s'di, shumë pak dipi asaj, që thotë Allahu, wa ma utitu min al-ilmi al-qalila, shumë pak ju kam dhënë një uri. Shkenca mund me ditë, edhe ata pasi të formohet, në ta tregojë para 40 ditëve se ki fëmijë ka me qenë moshkull e femër, po ma çuditshëm, shkencën bashkëkohore, ka ndodhur që ja kanë blejën teshët fëmijës për gjallë të ma vjeta, kur ka dalë gjallë, kur ka dalë vajzë, a do shmi ndru me të kuqë. Shkenca bashkëkohore. Po unë po flasë për para 40 ditë, 40 ditëve, që ka nënë hadith pejgamberit Allah. Se në ditën e 40 ditë, ka thonë pejgamberi Allah, të vend me leku, dhe me frimëzon, dhe Allahu Azza wa Jall i jep gjinin këti fëmijë. Po me gjitha ta që nuk din shkencë, që së mundet me ditë, se ka ditë as pejgamberi Allah, cila shkencë mund me ditë se ki fëmijë ka me jetuan 63 vetë, si baba Xhi ka me mushën. A mund me ditë?
A mund me ditë ato se ki fëmi, ka me qeni lumëtën, apo i dëshpru? Shkenca mund me ditë se ki ngelavë që ka me qenë, apo i sukseshëm? A mund me ditë se ki ka me qenë dembel, apo i sukseshëm? Shumë se hinë s'ka mundësi me ditë. Për këtë arsye, Allahu s'ka thonë se gjini, se pejgamberi Allahut vetë ka lajmëruar për këtë. Abdullah ibn Selami kur erdhi dhe pyeti pejgamberin Allahut, ta i kam 3 pyetje. Pejgamberi Allahut e dinte se këtë nëse i përgjigjet Abdullah ibn Selam, Allah ibn Selam do të pranojë Islamin. E njënën prej 3 pyetjeve që e pyeti pejgamberin Allahut, e pyeti pejgamberin Allahut, cila është ushqimi i parë i banorëve të xhennetit, e pyeti pejgamberin Allahut, cila është shenja e parë e kiametit, dhe e pyeti pejgamberin Allahut kur fëmiu i përngjason babës dhe kur fëmiu i përngjason nonës, ose kur fëmiu ngjason nga daja e Allahut dhe kur ka migj Allahut, apo në transmetim kur fëmiu bëhet moshkull dhe kur fëmiu bëhet femër. Dhe këto na pyetin shpesh herë, kupton ato që s'kan fëmijë, Allah i ka sprovu, edhe pastaj shkojnë, kupton, domethënë që i bojnë disa do thon prova dhe thot a ban me zgjedh gjini. Ban me zgjedh gjini. Nga ke hadith dhe nga dodhia kujt e Zekerias. Zekeria alayhis salam i ka lutur Allahu azza wa jalla që Allahu t'i jep gjep. Ta nëse ti je sigurt të thojnë cëllën apo do gjallë apo vajz, feja e lejon, për çka se pejgamberi Allahu na ka lajmëruar se kur fëmiu ka mundësi të linë gjallë dhe kur vajz. Nëse lefët kanë folën këtë tematik para 10 shekuj. Që nëse i bërë se bebët, donë Allahu azza wa jall me donë gjallë apo vajz. Ka mundësi, kjo është e mundur. Po më pyetni pas derë si qish. Si do qoftë, do thonë që nuk e din askush përveç Allahut çka përmban në embrionin në barkun e nonës. Këta nuk e din vetëm Allahu azza wa jall. Dhe wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan. Askush nuk e din çka ka me punu nesër. Çka ke me bën nesër, e ke planifiku, po. Ama me punu, çka ke me bën, Allahu alem. Do të bëna plan që shtu kejt mu prish dishka. Ato ka prish dhe njerë, po neve na belehit se bojmë plan, çka na prishet neve. Na që këtë rahat bërë, na nuk planifikojmë kur gjohë, qovë më saba, ma i spare, bi që planifikojmë kafët të qilisit njerë. Ta na, katë na cikura i uji, ka është ma letë që në nashkoj. Apo? Për ata në këpëton e kipasish, ne s'kena mundësi mu lartësu një umet, për derisa nuk planifikon. S'ka mundësi mu lartësu një umet, për derisa nuk sakrifikon. Për atë kishte kritiku fort. Të thonë, uj vajin. Kishte thonë të venë marë. Thotë, unë e bona se bep, që ti u ngritë, u rritë, e pastaj, kërë kanë qitë në bardak, kërë kanë qitë gotë, ujin në, vaj ka dalë për mi. Qitë vaj edhe uj, cëllash me e dendë, cëllash me e ronë, uj be poshtë, vaj naltë. Edhe uj i thëtë vaj, i thëtë vermarë, unë e bona se bep, unë s'u paskon une, po t'ja ishe rritë mërë. Atë kishte pa mërë dikush. Ti në këpëton une se bep, ti u rritë, e ti u peke, e ti u shtride, e ti, e ta është vermarë me dalë për mi mu. A di shka i thëtë vaj? Vaj thëtë tamam, për një me ti je se bep. Me po më sarose, ti ke nejtë në rije, unë e kam nejtë në dilë. Lulli e dilë, ti jetë ditë në dilë. Ti në rije, ti në ujë. Pastaj e ditë, ti thënë nuk e di kur më kanë qukatë sa losa i kam hongër. A ke hongër për ti të një losë? Ti të një losë një të në tonë, a ke hongër? Jo. E thëtë, të në kur më kanë shtinë atanë, mullinin me më shtrirë, po vitë shpirti jeme di. Për ata, thëtë, unë e kam zgjedhë rrugën e vështërësis, e ata Allahu më ka qitë naltë. Te e ke zgjedhë rrugën e kujtë? Letësis. Për ata, uj shtrati i vardarit, a drejt, pa i sa drejt, e ka shkon uj, ka o ma kollaj. E na shqiptarët jena qështu, si uj. Kena qef nërhije, kena qef ma kollaj, kena qef, amo kena qef edhe naltë më konë. E këto të dhja të zbojmë. Banu vaj del nalt.
Sidoqoftë nuk e din askush se çka ka me ndodh nesër. Dhe e pensta që nuk e din ku ki me vdek. A din ku ki me vdek? Mara unë se do të shqyqirë që se di ku ka me vdek. Se më lonë në mend, apo? A më ki me vdek? A ki me vdek? A i sigur? Qa ki pregadit për vdek? Kështi me orë me laqe vdekës, me thonë hajde. Po shkoj, ha? Për këtë arsye këto njeri duhet me qenë gjithë një i pregaditur. Dhe ne temën të cilën të flasme, kejtë këto shenja janë për që këta, mu pregadit. Ti më konë hazë. Nuk e di askush ku kime dek. Të transmetohet, kone Sulejmanit a.s. Ka arë me laqe vdekës me gjlisë edhe njonin e ka këshirë, që shdo, si t'ja këngullësit, vich këshirë. Edhe digura që me laqe vdekës. E pyjtë Sulejmanin këtë, thot, abe ku shkeja qaj shumë këshirë. Dhe me laqe vdekës. Shka? Me laqe vdekës. Mos e ka pas me mu. Të se di, të takje mundësia Sulejman, thot, me lutë Allahun që era me më që mu e nindi. A gjë larë. Sulejmani bandosh kon nindi. Kur me laqe vdekës nesër me gjizve. Dhe Sulejmani e pyjtë, ta ban me të vetë, shka, që e këshishe që ata? Ta jo bëgë të që di, se pas disa qastëve kishtë me jamor shpirtin një ndia majtë e ti. Edhe, tha e gjeta. E gjeta e gje. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, me laqen e vdekjes thuhet. Kur e ka kriju Allahu Azza wa Jalla ka ngarku me amor shpirtet njerëzve dhe a mërzit. Dhe ka thonë, kupton, pse po mërzitesh, ka thonë, po kejt s'u mdoj. A do dikush po kupton, ka me ta amor shpirtin, kejt folin keq ta për mua. Jo, thotë kur ku s'fol për ti. Pse s'fol për ti? Krejt folin për se bejë ti e ta rroj. Ndeshi. Kamioni shleperi del, po tap ele. A e përmend dikush me laqen e vdekjes? Jo. Në balkon, të i fshin xhamat, bum. I roshet kom. Bum. Qetri. Qa me bëm? Pinë vëgjlim. Baba në vete ka po të qështo. Ja le që të rëkuj. Do thot që me laqe e vdekjes nuk del pajtorës djerë. Për shkak se dikush është ai cili e merr. Ta njoni kishte përpiqen me mështru me laqen e vdekjes. Dhe i thët e ke pasish, se me laqe e vdekjes po vjen. Me laqe e vdekjes po vjen, po. Edhe ki kur e shef me laqe e vdekjes ki plaka, kupton. Edhe bëhet si fëmijë ku shumë po luj. A laj e ri, dhe më thonë po du mu plau. Edhe me laqe e vdekjes, të qka u ban? Të që po haj moki. Të hajde papa po shkull. Vdekja është hak, si i kësoj. Tamam? Kjo çështja kupton, që Allahu Azza wa Jall e ka shkruar për bitë Ademit. Për çështjen e ndodhisë kiametit, nuk e kanë ditën njerëz më të ditër të umetit. Gjibril a.s. dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjibril ka pyet pejgamberin Allah, kur do të ndodhë kiameti? Çe ka thonë pejgamberi Allah? Pejgamberi Allah të ka njohur Gjibrilin, ama sahabët se kanë njohur. Dhe i kanë në formë njeriu. Ka thonë mel mes'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Ai që po pyet, nuk është më i ditur se ai që po pyet. Sahabët janë çudi. Ai që po pyet, kush po pyet pejgamberi Allah? Nuk është më i ditur se sa kush? Se Gjibrili. Jo në çdo çështje. Se pejgamberi Allah ta ngrit më lart se Gjibrili. Po me gjitha ta në këtë çështje, me pas dit dikush, kur ndodh kiameti, kështë dit kush? Gjibril e sa. Para transmeton Ibn Majid dhe Mahmedi Abdullah ibn Mesudi thot se janë taku Ibrahimi, Musaj dhe Isaj. Dhe kanë diskutu. Janë taku kush? Ibrahimi, Musaj dhe Isaj. Dhe kanë diskutu për çështjen e kiametit. Ka thonë si ta dihet dikush Ibrahimi alayhis. Ibrahimi ka qenë më i ditur. Ka thonë Ibrahimi, unë s'kam haber. Ata kanë vetë Musajin, ti mos ke haber? Ka thonë nuk di haber. Nuk e di ku ndodh kiameti. Kam pyet Isajin, ka thonë nuk e di, vetëm se e di se unë në akhiri zaman i kam në dorë dish shigjeta, dish tiza. Dhe mbys Dejjal ku zripi, ku të mi shofe në dorë shigjetat, Dejjali shkrinjet si kur shkrinjet kripa në ujë. Thot, dhe mbys e pastaj ndodh kiameti. Qa të di?
Çfarë kanë ditë njerëz më të ditë të umetit, pejgamberët e Allahut. Dhe pejgamberi Allahut na ka treguar çka dim për kiametin, se ajo ndodh befas. Do thotë që ajo sa çel mshelsin që kanë në ajet të Kuranit Kerim. Mirë po kanë një hadith që transmeton Imam Buhari Muslimi nga Abu Huraira, thot pejgamberi Allahut, ka më bon kiameti, a disa shpejt ndodh kiameti. Kiameti thot ndodh derisa di blersa, një shitës blerës, në tezë, e shtrojnë bezin të bon pazarllëk, alo pazarllëkin nuk e krin kiameti vetë se ndodh. Do thonë që bezin e kanë shtri, sa e ban kjo, ka që ban, nuk ka mo afat kemi dhonë një qmim. Thot, asë ne palojnë bezin, asë ne krinë pazarllëkin, kiametin ndodh, qatë shpejt. Ka pejgamberi Allah për të afruan më shumë, ka thonë, ndodh kiameti që njeriu e merr gotën e qumshtit e munç me pi, se në çon te goja vetëm sa bon kiameti. Ndodh kiameti thot që një njeri as duke rregullu bazentin e tij, e ka rregulluar. Se në munç me ujë detëm kiameti ka ndodh. A më falenderojmë Allahun azza wa jall që na nuk e përjetojmë. Ka trishtimi më i madh si përfaqen tokës që ndodh. A di pse? Se thot pejgamberi Allahut se para se ndodhe kiameti, Allahu azza wa jalla çon një erë të freskët, të ftoftë nga tokat e Shamit, nga lindja e mesme. Dhe nuk ka njeri në zemër grimc imani apo hajr, vetëm ja merr shpirt, des. Mos mi përjetu ato të merrat më të mëdha. 4 të merrat që kam treguar në shenjat e mëdha që nuk i përjetojnë, unë mendoj se muslimanët. 3 shafiqet dhe zjarin që del nga Jemeni. Nuk është e përballueshme. Allahu të vëzhe rahmet për këtë umet e ka bon që mos t'i përjeton. Për deri sa në është një mon. Thot del një erë e freskët nga Shami që nuk kalon për rreth hunëve të një besimtari që ka grimës imani apo grimës hajri, vetëm se ja merr shpirtin. Derisa nëse njeri hin në racën e gurit, mrena në mal, kjo erë në gjejka ta ja merr shpirtin. Dhe thot nuk bëhet, atëre ngelin të kush, ngelin njerëz zullumqar, kriminal si përfaqen e tokës, që i ka përshkruajtur pejgamberi Allahut, thot që jetojnë, që këto jetojnë me mend të zojve, logjikën e zojve dhe ëndrat e egërsirave. Do të vjen kjo shenjë që do ta shpjegojmë ne inshallah në derë të veçantë. Çka do të thonë? Njerëzit këtu jetojnë. Derisa njerëzit si përfaqen e tokës nuk din as tauhid, as shahadet, as Allah, as namaz, as gjon. Kur ndodhe kjo, ndodh kiameti. Mirë po, Allahu rahmet për neve ka bon që nuk ndodh kiameti para se u shfaqen shenjat e kiametit. Për atë ka thonë që nuk bëhet kiameti derisa nuk ngritet dituria. Nuk bëhet kiameti derisa të afrohen tregët. Piktun online hin kine ble. Afrohet treg. Nuk bëhet kiameti derisa gratë, femrat të shëtrojnë burrat në tregti. Nuk bëhet kiameti derisa njeriu të kalon prej vllavit vet para varrit thot kisha qenë venin tan. Nuk bëhet kiameti derisa kjo derisa në kohën e Abdullah ibn Mesudit, që ta kuptojnë se sahabët e kanë kuptu kur është kiameti, dhe ato kanë qenë talebët e pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut i ka kushtuar rëndësi shenjave të kiametit, për shkak se e ka ditë se njeriu duhet të përgatitet për këtë ndodhia. Për atë thot Xhabiri transmeton se në kohën e Abdullah ibn Mesudit ka dalë një erë, një stuhi e rrezikshme. Dhe janë qenë njerëzin kam dhe kanë thonë se u bon kiamet. Si më bon kiamet? Stuhi e madhe. Kur ka ardhur Abdullah ibn Mesudi ka thonë ul. Abdullah ibn Mesudi ka ditë. Çka ka ditë? Ka ditë
diçka që pejgamberi Allahut e mësoi. Çka e ka mësuar pejgamberi? Se sahabët shokët e pejgamberit Allahut, sipas vështrimeve, këndvështrimeve, do të thënë leximit të argumenteve, unë i kam pasë kanë qenë sahabët në dy faza. Fillimisht, sahabët janë interesu. Dhe njeri është kureshtar. Me ditë çka ka me ndodhë nesër. Ka qenë me ditë të nesërmen. E për me ditë nesërmen, njerëzit në kohën e xhailjetit i kanë përdorur falltorët. Kishin ma dorën, lexoma, vijet. Tia. Kismeti pas ka më të vënë. Filxoni, varrë, kafën. Falltor. Kjo ka qenë xhailit. Pse? Se njeri ka kurështar me ditë çka do të nesër. Kështu Allahu e ka kriju njeri. Për shkak se mos më kon njeri i tillë, nuk interesohet për kiamet. Ai se ka bot, tijes ka kriju Allahu me këshirë në filxhan. As tijes ka kriju Allahu me këshirë ti në fakën tonë. Po Allahu azza wa jalla i ka ndalu këto. Megjithatë njeri është i kriju me ditë. E kanë vetë pejgamberin. Kur do ndodhë kiamet? Kur do ndodhë kiamet? Pejgamberi Allahut ka thonë nuk plakët që ki, vetëm se ka do në kiamet. Çka ki përgatit për ata? Dhe unë e kam kuptu se në qëto hadith e kanë qenë derisa sahabët e kanë kuptu se s'pu bajnë ka me vetë për kiamet. Tamam, dhe kanë lënë më onësh. Do të thonë që s'kanë vetë për kiamet, amen në billah, ke besum në Allahun, besum nga gajbi nuk ripur. E pejgamberi Allahut, po dhe Allahu azza wa jall, mi tregu pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut mi kallu sahabëve. Praktikisht, ja ka quën Gjibrilin në formë të një njeriut, në hadithin e Omerit që transmeton Imam Muslimi. Ka Gjibrili a.s. me teshat petka të bardha, në shkretin me hec me teshat të bardha dhe me arë më pa u plenos kënë që dyqme. Ehora, të pastërta, të zeza, a ullë guj për guj me pejgamberin Allahut. Edhe kjo mesazh, që fejnë që ashtu dush me mush, në guj. Dhe ka unë para pejgamberit Allahut dhe ka thonë, tregon për Islamin. Dhe pejgamberi Allahut ka tregu, ka thonë të vërtet. Tregon për iman, i ka tregu, e vërtet. Tregon për ihsan. Pastaj këtë ka thonë, tregon për kiamet. Ka thonë, këta nuk e dim. As unë as ti, ka thonë, tregon për shenjat e kiamet. Dhe sahabët për ndëgjoj. Dhe u që njeri u shkoj. E dini a ditë. Pejgamberi Allahu dashti mi tregu sahabëve se ki njeri që ishte i veçante dhe a ishte njoni që nuk e njefni ju. Duni me ditë se pse ka ardhë. A keni qef me ditë pse ka ardhë. Cilin mesazh ka ardhë ki njeri me na i bardë neve dhe me mësu juve. Tha ja Omer, tha delë fëtoj e njerin. A i dëllë për me gjisi. Delë Omeri, s'ka ja Rasulullah. Këshire ki donë, s'ka. Këshire ki donë, s'ka. Tha a ishte Gjibrili, ka ardhë me jamësu juve fejë. Çka do të thonë me mësu fe? Do thonë ka ardhur juve me mësu se ju qish mu interesu me pyet për fe. Sikur që shpytni për Islamin, si që shpytni për imanin, si që shpytni për ihsanin, duni mu interesu edhe për shenjat e kiametit se janë pjesë e imanit dhe Islamit. Tash këtu a hapën dera. Për këtë arsye pejgamberi Allahu, ju ke prini kudon, ju ka dhënë udhëru pejgamberit Allahut fjalë për mbledhje, se ka fol shkurt me domethënie shumë. S'ka majt ligjerat gatë, se atut se pi mërzit, edhe i ka këshillu si marall. Apo? Do thonë që nuk e majt ligjeratën gatë. Mirë po, ka pas një rast që e ka majt ligjeratën ma gjatë në histori. Edhe ku të regum këta ditë që transmeton Imam Muslimi Sahihun e tij nga Omer ibn Khattabi, thot Omeri, e fali sabahun, na majt ligjerat dhe ndrejk. E fali drekën, na majt ligjerat dhe në kindi. E fali kindien, na majt ligjerat dhe në aksham. Cila tematik ishte e kësaj ligjerate ditore të pejgamberit Allahut, tanë ditën që i ka majt sahabët me një vend, ka qenë për kiametit, shenjët i kiametit. Ata përmenje pejgamberi Allahut se që ka qko i merë sahabëve mos më konë diçka e rëndësishme? Me abo me dije sahabëve se për diçka që ju jeni neglijent, nuk ju intereson, duni shumë mi kushtu rëndësi si që i kushtoni elementeve të feve apo shtillës të fes për çka se shenjët e kiametit
juve ju kalitin imanin, shenjat e kiametit ja forcojnë imanin, shenjat e kiametit ju ndihmojnë me vazhdu rrugën, shenjat e kiametit ju mësojnë ju që me përballuan. Kur të shfaqen ato, të shenjat e kiametit janë ju përgatitur mu taku me Allah. Pra ata Hudhaifa thot, atë ditë më i ditur për neve, kush ka qenë ai që ka mojt men më shumë? Dhe atë ditë thot Hudhaifa nuk ka met sen që nuk e kam pyet pejgamberin Allah dhe veç një pyetje më ka ikë. Veç njësën e vetë. Cëllën pyetje Hudhaifa se ne pyeti pejgamberin Allah? Tha se ne pyeti pejgamberin Allah, çka i ban me dinasit që ta braktisin Medinën? A tha pejgamberi Allahut, kur të bëhet qytetërimi Aqsas, Kudsit, Shami, kur të ngritet në kam, lusim Allahun që sa më parë. Kur të bëhet qytetërimi, thot, i Shamit, i Aqsas, rënohet Yathribi. Rënimi i Yathribit Medinës, braktisja e Medinës. I rënditi pejgamberi Allahut. Qytetërimi i Aqsas, qytetërimi i tokave të Shamit, pejgamberi Allah para 1400 vetëve ka folë, apo? Do të thotë që pëton Shami e ka nisë këtë fazë për mendimin tim. Mu qytetëru, mu ngrit, mi mor kam të vetë. Mu i kthi Shami banorëve meritor, të cilët e ke pasit janë pranor të këtyre tokave. Pra ata këtu s'ka superfuqi mbot që i shkull për këti veni, harroni këtë. Këtë më kja mu abet. Biznis, mjet, jap. Ti jap ato, i merë këto. Dhe këtu unë kisha pas dëshirë që gabimin historik Turqia mos ta bëjë. Nëse e ban këtë gabim shpartallimi i Turqisë. Dhe këta thënë publikisht. Pazarllëki mes Gazës dhe kurdëve, nëse ndodh ki pazarllëki i tretë në historinë e Shamit, kapitullimi i Turqisë, publikisht këtë. Se i pari kur ka ndodh, kompromisi Halebit, ramjet e qyteteve të mëdhaje të Turqisë. Kur është bën afrimi Besharit tërmeti i Turqisë. Runa Zot më ndodh edhe kjo, që në tavolina bisedohet kapitullimi i Turqisë. Për këtë arsye se kjo tokë e bekuar. Allahu Azza wa Jall ka dërgu melek rojtar të këtij vendi. S'ka superfuqi që mundet me dominu, me bën pazarllëk në favorin e tyre politik. Për shkak se ka politik dhe ka fe. Feja përparsore. Se Allahu Azza wa Jall gjelozon. Dhe runa Zot mu i dhu Allahu Azza wa Jall. Dhe rusim Allahu Azza wa Jall që Allahu t'i vedison musliman ta kuptojnë mesazhin e Allahut që Allahu po na i përcjell nëpërmes këtyre lojrave politike bashkëkohore të cilat ne jemi me plot përgëzim atë që ka thënë pejgamberi Allahu. Alhamdulillah. Po ndodh ajo që ka thënë pejgamberi Allahu, sikur që me i lexuan me vëmendje dhe me i ndëgju ato që do t'i thojmë inshallah ndërsa të ardhshëm inshallah. Mësë gjek, vish bani sabër, se krejt kam i a thonë, inshallah, nëse kam imar, me jo të regu se si pejgamberi Allahut, si kurse muhun që tu me na të regu se ka me ndodhë që kjo, dhe që kjo, dhe që kjo, dhe që kjo, dhe që kjo. Runë për që tu, keni kujdes për që tu, mano për që këta, mos toleroni për që këta, mos bani pazar me që këta, keni kujdes këtë aleancë, keni kujdes me këtë, pejgamberi Allahut në ka të regu. Pra ta thot një poeta, lau nadejta hajjen la gjabet, walakin la hajate limen tunadi, walau naran nefaktahu la daat, walakin në këtë nëfuhu fir ramadi. Sikur që thot kanë vesh dikusht, do të ndëgjojnë. Mirë po, vesh i shordë nuk nim. Dhe dhe njerë thot mi frin zjarëmi, thot jep dritë, amo kurash për para teje, runa Zot, me qenë para nesh. Hi ti qëron sint. Kështu ka thonë për e tjera. Pra të dhe të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall në ka lajmëruan se kanë me ndodhë shenjat e kiamet. Sahabat kanë qenë të kujdesshëm.
çfarë ka mi dëbu Medinasit nga Medinja, Hudhaifës i hiki kjo pyetje së ne pyeti pejgamberin Allah. Dhe Hudhaifa thot, atë ditë ligjërat që ka mojt pejgamberi Allah gjatë se herë që diçka kam harru, kur ndodhte mu kujtoke se ka thonë atë ditë. Mu kujtonte se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë. Para të vëllezër të ndershëm, sahabët kanë qenë më të kujdesshmi që të flasin këtë tematikë. E njëri prej më kujdesve ka qenë Abdullah ibn Amr ibn As, i cili fleste ka me ndodhë kjo dhe ka me ndodhë kjo. Derisa njëri tha, ti në i bone kiamet. Thot, vallahi, thot, jam bo mos mi folë më kërkujt. Kur gjo mos mi kalë? A më ka me ndodhë çështje madhore. Derisa dhe qabja ka mu gjekë. Kështu ta për mërë Allah. Derisa qabja ka mu gjekë. A u gjekë qabja? A u gjekë qabja? U gjekë qabja. Qabja gjekë në kohën Hajjaj ibn Yusuf të Kafir. Abdullah ibn Zubejri ka ndërtu. Tana pasaj ka rënu. Pasaj prape ka ndërtu. Do të në qabja. Faktikisht do të thoshi, a gjekë. Ka lemru pejgamberi Allah. Dhe derisa pejgamberi Allah ka thonë, po më doket se peshof Etiopianin i cili ka hip me kazë mbi qabe dhe rënon gur pas guri. Për ata Abdullah ibn Zubejri e mendoj këndrishi, mendoj këse ai që do të rënohet, edhe Abdullah ibn Zubejri faktikisht e prishi për të rënu, për të rindërtu. Mi për kjo akhiri zaman, kjo pas Isait a.s. që do të flasmi, a kupton, edhe me kematik. Pra vëllezër të ndershëm, sahabët shokët e pejgamberit Allahut, pasi që pejgamberi Allahut ja dha alarmin dhe i tregoi se kiameti nuk ndodh pa u paraqitën alametat, shenjat e kiametit, sahabët filluan të diskutojnë, të interesohen shumë për shenjat e kiametit, derisa u ulshin dhe bisedolin se cilët janë shenjat e kiametit, çka ka me ndodhë dhe kështu me radhë, derisa na transmeton Omer ibn Khattabi, i cili ishte në mexhlis edhe vazhdoi ke mexhlisin njësoj që i pyeti cili prej jush e din për fitnet sprova. Do thonë që ka lemru pejgamberi Allahu diçka. Hudhaifa tha unë. Tha unë se vërtet do të thonë i kujdesh. Tregothet, unë kam dëgju pejgamberin Allahu se njeri ka mos provu në familjen e vet. Ka mos provu në mallin e vet. Ka mos provu në vladin e vet. Ka mos provu në fshqinjen e vet. Ka mos provu, do të thonë ka me gabu pasuri, dhe ne gabon rështjet. Ka me gabu me familjarët e vetë, ka me gabu me kojshit e vetë. Mirë po tha, e falë namazi, do në kërta falë namazi, ja shlijen këto gabime, shleshime, e falë agjerime, e falë sa ta nuk po të pysë për këtë. Amen. Ta cili prej jush të të din, apo a kanë dëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për fitnet sprova të cilën ngritën si kur valet e detit, kulmin e valës, ku ngritën lartë, që edhe anijet i fundos për po. Dhe i pa tha, ja Omar, që punë kje ti në të fitnë? Dhe kjo është fitnë duhejma, që do të flasme për që këtë lojnë fitnë, që këtë anë që ka metë Omeri, që për që këtë valë, që ka muë. Ha? Inshallah, nëse donë Allah, do të mëjnë një des specialin vëqë për që këtë. Për cilën fitnë Omeri ka dash me ditë. Dhe pse Omeri ka qenë kurështar të din. Pash për që këtë fitnë. Mirë po Hudhaifa nuk i tregon. A ka ditë Hudhaifa? E ka ditë Hudhaifa. Pse Hudhaifa ka ditë edhe ma shumë se që ka që. Hudhaifa radiallahu an, ka thënë, ja Omer, që punë këti me atë loj sprove, atë loj fitnë. A qenë të kemetit, qka kje punë? Për deri sa mes teje dhe asaj është një derë e fortifikuar e mbyllur. Derë është e mshel. Omeri me që me kuptoj. Mirë po Omeri e pyti dhe i tha, kjo derë tha hapët, apo thehet. Se Omeri di këse ndodhë fitnë. Omeri e dinte, se ka me ndodhë që e fitnë, për të cilën të të flasmi, për cilën fitnë Omeri ka dash, ka qenë kurështar, ka pas kuriozitet me ditën se cila lloj fitne ka me ndodhë. E ka ditë se ka me ndodhë. Mirë po Hudhaifa po thot ti s'ki punë me ta, se mes teje dhe asaj fitne është një derë e mbyllur. Ta kjo derë,
e cila është e mbyllur. A hapët, a thehet. Ta jo thehet. Ta masi po thehet ka ta s'po mbyll ka kur. Të qume e shku. Tëtë sahabët këto që transmetuesit mi ke marrë të është me vetë u dhejfën. A e diti Omeri, a morë vesh ka folet. Ju folet dishka me koda. Këto koda da i morë Omeri, vesh Omeri. Omeri, e morë vesh këta, se morë vesh. E morë vesh. Pas taj të dërgum njonin e pytju u dhejfën të da, e morë vesh Omeri, po që se morë da vesh Omeri. Omeri dhe ka dit atë që i kam fol, sikur ju që e dini natën ishin. Sabaj ka me dalë. A beson se nesën sabah ka mu bo? Po. A beson se son dhe iftar ka mu bo? Qështë po e ka ditë? Do thonë, ako një sigur. Ka thonë, Omeri, kush është kjo derë? O dhe ifën ka thonë, kush është kjo derë? Ka thonë, Omeri. Thimje derës aludon në byqe në Omerit. Para ta, Omeri ka qenë dera që e ka mbyllë fitnën. Para të pejgamberi Allahut, njëherë kur erdhë Omer ibn Khattabi dhe gratë për të ngritë zonin, si cëllë edhe pejgamberi, ja Rasulullah, kam një pyetje, ja Rasulullah. Omeri kur erdhë, kollët, tap, gratë, veshë, edhe qap. Edhe Omeri thëtë, o ju armiket e Allahut. Po i tut një Omerit ma shumë se pejgamberit? Ato që i thënë, po ti ma i vrasht. Ja që i pitut minë. Po ti ma i vrasht. Atër Omeri u qëtësu. Se mi thonë, po Omerit. Për këtë arsye thot, pe ngrini zonin para pejgamberit, pe ulni zonin para Omerit. Atëherë pejgamberi Allahu e përgjigj Omerit thot, ja Omer, si mos ta ulin zonin kurse shejtani kur ta morë një udhë, si ta mirë shti udhën e ndron udhën. Shejtani e ndron udhën. Omeri, kur ka dalë Omeri, kupton? Shejtani ka ndru udhën. Sot e kësaj dite është një derë në xhamin e pejgamberit të Allahut, e ka emrin Omer, shijat nuk hinë nëpërmes kësaj dere, kur hiç. Allah të më shiroftë Omer. I kitut shejtanët kur i konë gjallë, po tutën edhe shejtanët që janë gjallë e je i dekt. Ato ka këtë derë së në hinë. Parat Ebu Said al-Khudriu, kur fliste për hadithin që njoni ka me sfidush dë gjallin, mi gjallosh, i vetëmi që mund me sfidu dëgjalli. Në akeri zaman, do të dëgjalli shfaqet dhe një gjallo është delpi Medine. Kush ja prish projektet dëgjalli? Që ki gjallosh? Se dëgjalli nisët për Mekke, me shem qabën. Amo kur më rrinë Medine, nalët. Se e rujnë Medine kush? Me leket. Dhe aj që e sfidon shejtan atë dëgjallin, kush është? Një gjallosh i ri që delpi Medinës. I cili i thota jam zot, ka thonë ti e dëgjall që ka përre mu pejgamberi Allah, edhe mere donë digjishë, dhe kalon në bita, dhe thot qunë ne mën ta, zota i thot vetës, dhe kejt, e ki po këto shia, dhe kuptar, se kejt qësi janë, të gjemati atin me janë, kejt hu i ka për mas, kejt dërvishët i ka gjemot dëgjalli. Edhe kur qohet ki thot, a je i bindur se ka është në zotë, tash jam bindur dhe më shumë se je dëgjall. E merë të atherës mundet, i dështon. Edhe fillon mirab mos ka dëgjallit. Pse se vazhdo rrugër për me? Po kur ta vazhdoj? A i fillon gjemoti mos mi besu mo. Ebu Said al-Khudriu thonte, a dini cëlli gjallosh është që e sfidon dëgjallit? Jo nuk e di, dhe jo, Omer. Deri sa kur di që Omeri thët, tash nuk e di. Unë e kam mendu se Omeri, vëllar. Ebu Said al-Khudriu bajke e bejnë Allahun dhe ke ajë që mund me sfidu dhe gjallin është vetëm Omeri. Për këta si vëllë të ndeshëm, Omeri me qka u armatos? Omeri u armatos me imon. Amo Ebu Bekri? Ebu Bekri ishte dhe më i madh me imon. Tamam? E cëllë ishte më i gudzim që? Ebu Bekri a Omeri? Ditën kur të duke dhenë zeqatit musliman, Omeri shka thëjke,
Leja Abu Bekri, lej ka dalë. Wallahi, dhe ke nuk e lëm ata që ka thënë se gjati pejgamberi mund me thënë. Kur dol matrim? Ha? Abu Bekri. Kur e lanë fe njerëzit. Kush e nxeri shpatën? Abu Bekri. Për këtë arsye, vëllai të ndershëm, s'ka dyshim se këtë këto janë pishtarë të pejgamberit. Këtë këto janë sahabët, talebët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Omer ibn Khattabi ishte ai i cili u interesonte shumë për çështjen e ndodhisë së kiametit dhe për alametet që do të shfaqen para kësaj kohe. Para derisa transmetohet nga Hudhaif ibn Yaman, i cili thonte e pyet ke pejgamberin Allahu për çdo detaj, për çka se donte të para prije, do të jetë i para pregaditur. Për ata e pyti Hudhaif tha. Këtë njerëzit e veshin për mirë, unë e veçna për keq, pejgamberi Allah. Për të keq. Këtë e pyetën për të mirën, unë për të keq. Tha jo që dojsh në bëj keq, po e pyetja pejgamberi Allah që mos bëjnë. Dhe i thash ja Rasulullah, kena kon keq, kena kon dalalet, s'kena kon hidajet, Allahu na begatoi me këtë mirë me Islam. Pas këtij Islamit, a do të ketë të keqe? Ka thonë po. E keqe ekziston. Ka thonë pasaj të keqe, ka të mira? Ka thonë ka të mira, ama ka dëkhan, turbulir. Do të ketë turbulencë. Mjegull në i thëjë. Do të që njeri me gjetë mirën nuk e ka kollaj. Këtë dashë me thonë me emër Allah. Ka thonë fi dëkhan. Ka të mira, mirë po. Ku që janë ata që hulumtojnë dhe i gjenë të mira, që i kalonë, në metë, o me e mira vazhdojnë. Mirë po ka mjegull. Qorodisje. Ka thonë, ja Rasulullah, qka dëkhan? Qa kjo mjegull? Ka thonë njerëz të cilët nuk udhëzohen me sunetin tim. Njerëz të cilët ja përshjellin njerëzve sunetin e pejgamberit Allah. Pak hanefi, pak shafi, pak ambeli, pak kështu, pak kështu. Pa me dheps, më mësohet feja, pa ashtu, pak kështu. Do thonë që e len hadithin e pejgamberit Allah, për çka këse kanar do tri, do mashallah, ku tani ke pasish. Pa me dhep zban puna. Pa me dhep zban puna? E pa pejgamber po bajnë ka puna, po. Derisa njëri pyeti tha hoxha po ne, kishte një moçfell, nuk e di kupton pse, nuk e di edhe pse kupton. A bet ta vesh të kupton të vesh, a kupton durt ku po duhet mi lidh, si po duhet ku mi lidh, na kupton që 20 vet që na kallzu ku mi lidh durt. Pejgamberi Allahu të ka kallzu e ki pasish. Po na nuk e kena problem, kupton, që nuk ka tematik mirë pa e ki pasish, ti masi më don çaj më bon. I dituri, i avancuari që unë po tregoj ti. Lidhja e durve, a suneti pejgamberit Allah. Po dhe mos më lidh, a kije namaz, kije namaz. Po na kur kena thonë se s'kije namaz, hajtë këtë. Që tim kja orë sot, po më galëzën ku mi lidh durët. Po në po të pesë në jote ku i lidh. Gre jote ku i lidh. E po mirë dhe ato grade, po mirë ato grade, janë falë si pas me dhebit të ajshës, e ti si pas me dhebit pejgamberit. Apo edhe gratë edhe burët duhet më lidh, më falen njësoj si ja falë pejgamberit. Burët dhe gratë si pejgamberi Allah. Unë s'pojnë këtë temi, jo hadithi dopt, jo hadithi sak, jo këta, veç diçka po tregoj. Edhe këta, mujsh me bo, atëre unë e po bimë në sukur ti. Unë atëre pëndroj sot me dhebin. Sunet është di forma mi lidh durt. Një që tu, me kapë që këta, edhe një që tu. Ti që i lidhësh në kërthejnës, edhe më galëzën mu e sunet, lidhu që shtu në kërthejnës. Si të lidhësh ti, unë e sot pikë, shtlej durë të poshtë. Që i kini dalë me filozofia, ka me më galëzu, ku dhe më abit. Lidhi që shtu, si kur grego të që shlidhët, ama në kërthejnës. Që shtu, apo. Nga është hajgare me po fejë. Me dalë si në kena gjithë dishka të reqe, ti fshe, se ki gjithë këta, se kjo në umeti, ashtu dek dalalet kja e kje pasishë këtë vërët të poshtë, vërët tërma, vërët të poshtë. Falu, unë po thamë falu, në regu. Mosë më të regot i sunet. Kejtë që këto ulemot të përmparë shumë se pas këndit, halë i jotë, shekullin 14, pas ka orë me ditë. Shek Alboni si ka ditë, keti ka ditë a ditë, të mo, aj se ka ditë fikja.
ki fakia i madhë. Hesë bojmë bereqet pak. Ta vetëmi një gjibelije sa kuptan ati. Qka dhe kjo? Qa kjo dhe? Muste e që tash, qish ke, kuptan, a mi rujta pak mi dredhu. Qish mi bon, kuptan? Qish ban sunet? A si to merit i baj? A si ti e bubekri? Umet, pa himet. S'kan marat dert më këto. Këto se kanë dert më, këto s'kan gojnë. Këto kanë komoditet. Këto dojnë me në kaldu se dim diçka që ju s'din. E që thëke Ahmed ibn Hanbali, thëke kishte mesele që e dish në para se me linë, daj e kam një. Amo pipi tërbije se dukatët shu ishna. Do të në duke do gjojsh të u bashkë se s'pedi. Para se ti me le, para se ti me orë në gjep të të përkuna, ki pasishë, kupton? Falindimi të konë Allahu që ati ulemove të ehli sunnetit, që e nëzëllën sunnetit, dhe pas taj pushtetarë dullën të tanë, ku po shkoni be ju? Ej, Evropa, Amerika, në katërë vërjeqën, nalni! Qishti nalni, s'po nalën? Nalni, bani pike pes! Nalën ato, a në banën pike pes? Ti! Shumë mire di me dia, po pa di e të e realizu projektin e ti. Këtë bonarë mbyllë, se keme mbyllë me kokën tonë. Këtë i kanë hapë këto bonarëna që neve rinin tonë, vullnetin, energjinë e sunetit tonë të hedhin në ti. Ama mos darojnë, sa do vetë kanë mu hedhin të. Dhe unë di shumë sende pas kësaj, s'pe thamë rastësisht. Po me gjitha ta, pësa që rëndësishme. Se këtë fe ajë që kujdesat ashtë Allahu. Ajë që e mbykqirë këtë fe ashtë Allahu. Dhe Allahu nuk ban pa drejtësi si për faqin e tokës. Sa sakrifikon për këtë fe qaq kete zoti jotë. Lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na mëson prej fejës së tij çka nuk dim, të na jatron atë të cilën ne kemi harru. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.